Na deshtëm apo nuk deshtëm, e shohim se e ka fundin e vet. Edhe kush për neve s'ka me jetu kuptimin që pa e përjetu atë fundin e vet. Bile Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më i miri i njerëzimit, Allahu Gjallëra tregon se ka fund jetë e tij. Kur'an thotë innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ti o Muhammed je i vdekshëm. Po dhe tjerë që janë për dhe e kanë me vdek. Po në momentin e zgjedhjes kohës kur ka me vdek, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas mundësin me zgjedh. Krista tjera se kanë atë mundësi. Mirë po besimtari i bindun në fjalët e Zotit. Nëse kjo dynja është kalimtare, është vend sprove dhe se ahireti është vend banimi përfundimtar i njeriut, ai nuk hamencohet asnjëherë kur ka mundësi me zgjedh mes dynjos e ahiretit që me zgjedh ahiretin. Andaj kur erdhi Xhibril alayhis salam dhe tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a don me vazhdu me jetën këtë dynjë? Apo don me kalu në ahiret? Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, beli rafiqil ala, unë e zgjedh që të shkojt në shoqërinë e lartë, me shku në ahiret.